Ish Spitali Ushtarak apo Qendra Universitare e Traumës në Tiranë pezullon operacionet e planifikuara. Në 3 sallat që përballojnë dhe fluksin më të madh të ndërhyrjeve kirurgjikale, janë gjetur mbetje e mikrobit të stafilokokut, një bakter ky që shkakton infeksion të plagëve. Në një sondazh të bërë nga laboratori mikrobiologjik i spitalit tonë, është vënë re që ka pasur ndotje të arit në 3 sallat të operacionit. Dhe për këtë arsye ne kemi vendosur që të gjithë bllokun operator ta bllokojmë, ta dezinfektojmë. Ne u shqetësuam më shumë për stafilokokun aureus, sepse ky është një mikrob i rrezikshëm, i cili mund të shkaktojë infeksione të ndryshme. Ndotja mendohet të jetë shkaktuar nga vetë personeli shëndetësor, i cili shpesh futet në sallën e operacionit pa respektuar rregullat higjieno-sanitare. Bloku operator është dezinfektuar. Pas 24 orëve do të kryhet një tjetër analizë për të parë gjendjen e tij. Ndërkohë, mjekët thonë që në të vetmen qendër të traumës në vend janë marrë masat për të realizuar ndërhyrjet kirurgjikale të konsideruara urgjente.